Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do flasim në minutat në vazhdim bashkë me Ardit Gjinali, njëosi geopolitika. Zotit Gjinali, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Zotit Gjinali, nëse po më dëgjëm? Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Zotit Gjinali, si e pat arritjen e dakordimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pra për një anë pushim dyjavor? Pa tjetër që lajmin vetvete është një lajm i mirë, duke patur parasysh të gjithë ngarkesën mbi të gjitha retorike të ditës djeshme, dhe nga mesazhet e ndërmarra, si nga ana e presidentit të Shtetet e Bashkuara nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe përgjigjet dhe kundërpërgjigjet edhe të palës iraniane. Në të njëjtën kohë, absolutisht në retorik, kemi patur një angazhim dhe një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur dhe kanë propozuar disa herë në lidhje me një mundësi arpushimi, dhe nga ana tjetër, nga ana e pala e Teheranit zyrtar, kemi parë një moment në të cilin ata kanë refuzuar vazhdimisht momentin e arritjes së një arpushimi të pjesshëm. Ky arpushim absolutisht është i prisht dhe përpara se të mbrija në emisionin tuaj, në lajmet e fundit të cilat besoj që dhe ju së shpejti televizionin tuaj mund të transmetoni përmes titrave, absolutisht ka të bëjë me faktin që ka për momentin një ngërç ku nga njëra anë pala iraniane sërish ka bllokuar qarkullimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, dhe nga ana tjetër presidenti Trump sapo ka deklaruar që arpushimi tërësinë e vet është një arpushim dypalësh mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit dhe nuk përfshin Izraelin si aktor, dhe nga ana tjetër nuk përfshin as pak dhe territorin e Libanit dhe sulmet që Izraeli ka ndërmarrë ndaj organizatës së Hezbollahut. Kështu që sërish që flasim, dhe unë jam i bindur që dhe ditën vijim, absolutisht që do të paraqesim dhe shpërfaqim panoramën e një situate e cila do të jetë e prisht. Lajmi është i mirë në vetvete, që në fund të ditës secila prej palëve paraqiti dakordsimin para prak për sa i takon një arpushimi dyjavor, por është një arpushim i cili është i prisht dhe ky moment po na e dëshmon këtë. Patjetër që ngjarjet janë dinamike dhe pas disa orësh mund kemi edhe lajme të tjera, të cilat mund të jenë në vijimësi pozitive ka vijimi të arpushimit apo negative, dhe duke parë këtë dinamik të jetë komplekse të procesit tërësi, absolutisht që parashikimet janë të vështira për të paraqitur, por patjetër që në fund të ditës do jetë një farë forme e vështirë që të zbatohet edhe ky plani 10 pekësh i cili u përmend paraprakisht? Shikoni, është shumë e vështirë që ne të japim një përgjigje përfundimtare apo të saktë në lidhje me faktin po ose jo. Sepse dinamika në vetvete është komplekse. Siç e shpreha më lart, pikërisht momenti i tanishëm, i cili shkon në kontekst negativ ka arritjes të arpushimit, absolutisht që për momentin të përcjell pikërisht skepticizmin për efektshmërinë e arpushimit, por nga ana tjetër mundet që pas 1 apo 2 orësh si rezultat i ndërmjetësimeve dhe i rrugës diplomatike, mundet që situata të kthehet sërish në normalitet. Kështu që absolutisht që është arpushim i prisht. Dhe për këtë patjetër që dhe nëse do të respektohet deri në orën e fundit të 14 ditëshit, absolutisht që mbetet një arpushim i prisht, me besim të cënuar, se secila palë, por mbetet e rëndësishme që të realizohet takimi i ditës premte i parashikuar në Islamabad të Pakistanit, në lidhje me takimin e ekipeve negociatore përkatëse, pikërisht për mundësinë e dërgimit përpara të procesit tërësi, i cili është një proces i vështirë. Pikat në tërësi të paraqitura nga Republika e Iranit janë pika shumë ambicioze, të vështira për të përmbushur, por duke patur parasysh që është një proces negociate, secila negociat fillon me kërkesa maksimaliste dhe më pas procesi në vetvete dërgon drejt arritjes ose jo të marrëveshjeve përkatëse duke lëvizur nga pikat fillestare. Pra, në secilin rast, ato 10 pika janë absolutisht pika të cilat janë pretendimet maksimaliste të njërës palë.
Por, këto pretendime maksimaliste të njërës parë, patjetër që nuk mund të jenë përfundimi i negociatës, sepse do të thotë padyshim kapitullim pa kushte i palës tjetër, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, siç e thash më lart, në secilin moment dhe parim, dihet që negociatat absolutisht pikën e tyre fillestare e kanë me kërkesën maksimale. Më pas procesin vetvete i largon palët nga pretendimet fillestare. Po, zoti Gjinali, pra është vështirë të priten në një farforme sinjale ose hapa pozitiv në takimin e së premtës, pavarësisht se është konfirmuar edhe pjesëmarrja e Iranit aty? Bazuar pra në qëndrimet kokëforte të dy palëve. Unë mendoj që zhvillimet lëvizin në harp orësh dhe ne nuk mund paragjykojmë në këtë moment. Unë mendoj që në momentin në të cilin situata duket më e rënduar në retorik dhe në sytë e publikut, në atë moment mendoj që negociatat larg sytë e publikut janë absolutisht në formën e tyre më intensive. Dhe ky moment i mbylljes së ngushticës në këtë moment nga ana e Iranit dhe kundër deklarata nga ana e presidentit Trump, patjetër që janë para përgatitja, mendoj, për para uljes në takimin e premtes. Dhe secila prej palëve, patjetër që ndërmerr hapat përkatës dhe lëviz të gjithë ato instrumenta që ka mbi tavolinë, pikërisht për të shkuar në raundin e parë negociatave me të gjithë petkun e maksimalizmit brenda kontekstit të situatës. Kështu që ne nuk mund paragjykojmë dot në këtë moment, absolutisht jo, nuk mund bëjmë parashikime të sakta, por një gjë dihet, dhe kjo është gërma A, mendoj, e diplomacisë, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe absolutisht dhe negociatave në tërësi, që patjetër që proceset para negociuese absolutisht që kërkojnë dhe bartin tensione të cilat janë shpesh të përcjella enkas nga palët, pikërisht për të shkuar drejt fillimit procesit. Pra unë mendoj që ky është një proces para përgatitor i negociatave të vështira, pavarësisht që sytë e publikut përcillet absolutisht me alarm nga njëra anë, me ngarkesë politike dhe diplomatike nga ana tjetër, por mendoj që ajo që është përtej syve të publikut, patjetër që është një negociat e vështirë, e ashpër, intensive, e cila mendoj që njëjtë si largoi pritshmëritë e shumë njerëzve, dikush me tendencë, dikush pa tendencë, mbi fatalitetin që do të rezultonte nga deklaratat përkatëse, por pam që pikërisht negociata dërgoi drejt një armpushtimit momentit. Në anën tjetër ka pasur edhe kërcënime të presidentit amerikan Donald Trump ndaj vendeve të cilat mund ta furnizojnë Iranin me armë bërthamore, duke kërcënuar për 50% të tarifave për çdo mall. Si keni parë këto kërcënime të Trumpit? Pjesë e komunikimit publik dhe politik të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, absolutisht që është pjesë dhe mendoj që është një komunikim i cili ka qenë i shpërfaqur që prej ditëve të para të marrjes mandatit në muajin janar të vitit 2025. E kam thënë në fakt dhe në studio të tjera që patjetër komunikimi dhe forma e komunikimit dhe përcjelljes nga ana e zotit Trump drejt publikut dhe shpesh komunikimi i tip politik me shtetet përkatëse në sfond publik ka qenë diçka e pranishme në marrëdhëniet ndërkombëtare të ndërsjellta, padyshim praktike e cila nuk është parë shpesh më parë, por patjetër që është një formë e re e komunikimi, shkundëse në shumë raste, transparente në disa momente të tjera, absolutisht që përcjell në shumë segmente, patjetër dhe ndonjëherë momentin e ankthit dhe të frikës i cili ushqehet shpesh edhe nga vullneti për të ndërtuar dhe ngjarje të mëdha dhe lajme të mëdha, por mendoj që në fund të ditës përfundimi i proceseve dhe vijimi i proceseve ka qenë drejt normalitetit dhe retorika shkumse dhe tronditse nga njëra anë
thjesht mendoj që ka shërbyer shpesh pikërisht për të dërguar në shumë raste gjërat në vendin e vet. Është njëjtë si ajo retorika apo lëkundjet tektonike, të cilat shpesh sjellin pikërisht atë balancën e cila ndonjëherë është e nevojshme me të gjitha në një mjedis ndërkombëtar, ku shpesh Shtetet e Bashkuara kanë qenë të stigmatizuara dhe ndonjëherë dhe të vendosura nën presion nga fuqi të tjera, të cilat përmes herë shantazhit, herë kërcënimit, herë presionit kanë tentuar pikërisht të mbivendosin vullnetin e tyre politik dhe ndërkombëtar në skatjerën dhe në arenën ndërkombëtare. Mendoj që në presidencën Trump dhe komunikimin vetvete dhe praktika e presidentit vetvete dhe mendësia e tij politike, veprimi i tij politik, komunikimi ka ndërguar, mendoj, fuqinë e Shtetet Bashkuara pikërisht në atë vendin që i takon në shumë raste dhe në njëjtën kohë komunikimi SBA tashmë është larg atij momentit në cili SBA shpesh vendosej në të shkuarën përballë retorikës të presionit dhe shantazhit nga fuqi të tjera. E qartë, mirë, zoti Gjinali, falenderoj shumë për kohën dhe për gatishmërinë. Faleminderit